darshme të mëngjesit i kryen rritet që parashef kjo fe. Në mesazhet e kredeve të fesë islame potencohet nevoja për një unitet gjithkombëtar, sepse tri fe janë vetëm begati e shqiptarëve, kurse deviza duhet të jetë nuk ka fe pa dhe. Allahu nuk ndryshon gjendjen e një populli përderisa ata të ndryshojnë veten e tyre, që do të thotë se kur të punojnë dhe të dinë se si të punojnë, atëherë e kemi edhe ndihmën e Zotit. Që nga Hoxha Tahsini Këndej, feja islame nuk shpjegohet vetëm si dogm, por si ideologji dhe shkencë. Allahu nuk udhëzon popullin zullumqar, jo besimtar dhe popullin e prishur, thoshte Hoxha Tahsini. Shqiptarët sa të që i kanë tri fe e din mirë porosin e Vashopat Shkodranit dhe Peter Anton Harapit se feja shqiptarëve është shqiptaria. U beft ashtu si thot Zoti dhe do populli. Amin. Demokratës Zoti Afiz Gagica, i cili theksoi moton e kësaj proteste, të njihet Republika e Kosovës shteti pa varur dhe neutral. Gjithashtu demonstruesit i përshëndeti dhe Zoti Peter Rojshemba, kryetari i grupit parlamentar pra Bundestagut gjerman për Shqipërinë. Gjithashtu demonstruesit u përshëndetën edhe nga përfaqësues të ndryshëm të organizatave e organizmave të larta gjermane. Peticione drejtuar organeve të larta gjermane kanë për bazë kërkesa themelore që të ndalohet dhuna dhe terrori sistematik shtetëror serb mbi popullsinë shqiptare në Kosovë, të parandalohet shpërthimi i konfliktit të armatosur në Republikën e Kosovës, duke larguar forcat ushtarake policore nga territoriet e Republikës së Kosovës, si dhe nga Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara Ndërkombëtare, të njihet pavarësia e Republikës së Kosovës.